Mu mami ju im ka të regu që ju i keni të botuar 2 libra që i keni shkru bashk. Libri i parë është kjo, apo? Gjenit e vegjël. Në klasën e... Dytë. Në klasën e 2, ju tash jeni në klasën e 5, apo? Po. Klasën e 2 e keni shkru këtë libër. A mundesh, hajde Ermira, tregom çka përmban ky libër? Ky libër përmban vjersha, i kemi cikur disa tema që ne na pëlqejnë, disa festa dhe paka shumë disa teme që ne i hasim në jetën e përditshme. Ermir, a i keni nda sa vjersha ti, sa motra, apo bashkë e shkruani edhe vjershën? Për shembull, 8 marsin e ke shkruar ti apo Ermira? 8 marsin e kam shkruar unë. Po? Dhe i kemi ndarë 15 unë, kurse 15 Ermira. Po, okej. Për shembull, këtu po e shoh një poezi, Familja, nuk e di cili e ka shkruar. Ermira. Ermira. Motra, vllau, mami, babi, që jetojnë në një shtëpi, plot gëzim me lumturi, flasin, qeshin e punojnë, njëri tjetrin e ndihmojnë, që të gjithë një emër kanë, një familje ata janë. Këta je motivu prej familjes tënde, po besoj. A keni vllazën e motra tjera? Jo. Ju jeni vetëm ju 2. Këtu po shoh edhe poezi të ndryshme që janë për shokun, për nanën, për shkollën, për librin. A ka qenë kjo dëshira juaj që në kohën e lirë keni shkru, kush ju ka motivu, çka ju ka bë juve m'ja nis me shkru, çka natyra, Ermir, çka të motivon ty me shkru? Mua më motivon që të shkruaj jeta ime e përditshme, se çfarë bëj. Do me thë ka ngjarje reale këtu në libër. Ty, Ermira? Po mua më motivon më shumë natyra, sepse ka lule, flutura dhe shumë vende të bukura në natyrë. Okej.